i Partisë Demokratike me Kryqësinë. Ne i respektojmë vendimet e institucioneve. Institucionet, në këtë rast presidentja, ka shpall datën e zgjedhjeve, që data 28 dhjetor. Ne kemi pas propozim datën 21 dhjetor, kemi shpjeguar arsyet tona pse 21 dhjetor, sepse mendojmë që sa më shpejt vendi të ketë institucione është aq më mirë. Sidoqoftë tash është data 28 dhjetor dhe ne respektojmë këtë. Ne kemi pas tema tepër të rëndësishme në kryqësi, që kanë bëjnë me aktualitetin politik dhe me mobilizimin për zgjedhjet që janë me datën 28 dhjetor. Ne jemi mirë të organizuar si parti, edhe në nivel qendror, edhe në nivel të degëve. Sigurisht se ne në këto zgjedhje garojmë përgatitur me një program të qartë, me prioritete të qarta, me vizion të qartë, me ekip të mirë, edhe do të jetë një listë reprezentuese me vajza, djem, burra, gra, cilat premtojnë një sukses të plot në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Çka është pozitive, është edhe fakti që me 28 dhjetor është mirë që do të jetë një numër i madh, apo më i madh, i diasporës tonë prezent në Kosovë, është mirë, ata janë kontribues të mëdhenj për Kosovën, dihet që rreth 13% e brutoproduktit vendor çdo vit janë remitencat dhe kanë një kontribut të madh në zhvillimin ekonomik të Kosovës, dhe besoj që ata do ta shfrytëzojnë, jam kollaj sigurt, të drejtën e tyre demokratike për me votu. Pres që do të kemi zgjedhje mirë të organizuara, me standarde të larta, me integritet. Sigurisht se ne si Parti Demokratike e Kosovës jemi të interesuar dhe do të kontribuojmë që të ketë një fushat shumë korrekte, me gjuhë të zgjedhur, me prezantim të programeve dhe mundësisht secili prej neve me kontribu në depolarizimin e skenës politike në Kosovë. Ne i kemi prioritetet të qarta, siç është zhvillimi ekonomik. Ne dim që çmimet po vazhdojnë me lëviz lart, të ardhurat kanë ngel, standardi i jetesës po përkeqësohet, klima për biznesin nuk është e pavojshme, shumë biznese të Kosovës kanë filluar me zhvendos aktivitetin e tyre jashtë Kosovës, kemi një zbrazje të madhe të vendit, sidomos nga gjeneratat e reja, dhe nëse